të tjerë. 300. Të famshëm. Jo, me 2 shifra janë. Po këtë 41-shin se kësha një gjunë herë. Duhet lexosh më shumë. Qa është pozicionin me i mangës. Flavio, duhet të bënim aggiornim të përditshëm mbi rrugët. Mbrëm pashim portal për rrugën e shëmbur skrapar përmet. Ja t'i shohim pak rrugët që janë shëmbura që dim deri në këto momente, ma e pak shtatën. Pa kemi ndonjë shpjegim, ndonjë qëndrim? Jo, është shiu, se u mblodhën dje, u mblodhën të gjithë sklevrit e Belinda Ballukut, ose drejtorët e saj. Dhe thanë që ne s'kemi asnjë përgjegjësi. Po si ka mundësi? Është vetëm shiu. Ka një javë që s'bie shi, po edhe sot po shohim rrugën nga shiu i vjetshëm. Unë dëgjova diçka tjetër nga një ekspert. Që prej 1938-s, në fakt, shërbimi hidrometeorologjik i ka të gjitha të dhëna statistikore në mënyrë të tillë që të mund të bëhet një parashikim apo një farë prognoze mbi motin. Pra edhe sikur të jetë shiu duhet ta kishim ditur, do thuash. Jo, sikur të jetë shiu, po në përgjithësi klima në Shqipëri është shumë dihet pra që në 4 vite të thata, një vit mund të jetë i lagësh, po nuk ka pasur në asnjë moment situatë të tmerrshme apo apokaliptike të rreshjeve. Po një sekond, se këta janë aq mashtruese, janë dhe ordinera. Nëse pas ka qenë shiu, e zëm për një moment, unë nuk jam... Që përshqiptuar kryeministrin është bërë qetë. është bërë qetë, po unë nuk jam shkencëtar, po le të themi që 2 gjëra i di nga kjo botë. Nëse është shiu, kemi parë dhe jashtë shtetit, janë bërë dhe filma për këtë. Janë bërë? Tani nëse është shiu, si ka mundësi që shiu shumë ka dhe pas ka rëshkitje dhe vetëm të rruga. Ndërkohë që ne sikur kemi shpopulluar plot faqe kodrash nga pemët, kemi shpyllëzuar faqe malesh sa të duash, edhe aty pse s'ka rëshkitje dheu? Ja, këto janë pyetje që duhet të bëjmë. Këto janë përgjigje që meritojmë, ma jep dhe një shtatën të të shojmë rrugët që ka niku për Dhjam Qeni, fillon me Kuç Qeparo, rruga Dërmiu, tuneli Llogaras, Buz, tuneli të Skërficës, në Kardhiq, Vlora, Vllahine Poçem, Ure Selenicës, Korçë Ersek, Dardh Boboshtic, Qukës Qaf Ploç, Librazh Prenjas, Automotoparku i Elbasanit, rruga e Vorës, Zallherrit, Skarpata në rrugën e Arbrit, Derjan Macukull, në Mat, Unaza Burreli, tuneli Murrizit, Lur Peshkopi, ka iku për Dhjam Qeni, dhe Shëngjin Velipoj, këto janë deri dje. Sot kemi të reja, më duket. Sot kemi rrugë të reja. Me gjitha të, letë vazhdojmë e telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e Syri. Mirëmëngjes. Syri jonë. Merë me mënë, po mos ishte Syri, sa do shikonim e sa do njëgjonim. Nga kjo partia a i dude. Do shikonim të kol balën dhe frok qupin. Do të një gjosh pak frok qupin? Vetëm pak histori. Pablo, vetëm pak histori. Hama? Vetëm pak histori, Hama? Partia e punës, ishte mos partisë komuniste. Aha. Apo jo? Pa. Erdi partia socialiste, ka 3 vjetë unë isëm partia a i dude. Mi po për në lindë edhe një emër tjetër këto ditë, ja sot e kishtë një gazetë austriake, partia Rushpijave. Partia seksit. Ashtë një emër i bukur ki, e përdojmë në veriorte. Ashtë emër i bukur, nuk e se me prostitut, e se me Rushpi. Rospi. Ajo me keqja është video erotike që të dalin. Po pse është me keqja video erotike? Atje ka ngusht, Sheshela po. Atje ka ngusht Bela Edin, Sheshela po. Po. Syri jo, mos përsen ju, sa do shikoshim. Sa do një gjëshim nga televizorat e partijës. Shëndet dhe urime. Gjithashtu dhe për jo, falemderit. Unë pash Frok Qupin në një intervist të dje dhe tha, Rama e ka bërë Shqipërinë Evropiane. E pash edhe unë, Flavio. E peshte e bukur shumë. E pash. Tani nuk është shmang me Frok Qupin, prej dashamirësisë që ti ke për të. Po më bëri shumë përshtypje. Por do të shmang, jo, se them do të, si e thrasin në për rrugët e Tiranës, por do shojmë pak me që na u shombe dhe pista e Formula 1. Dëgjo, unë doja ca video, tani të lutem regjia, do doja ca momente deliri të Ramës me... Me një kolon zanore, apo jo? Jo, pa kolon zanore, vetëm me fjallet që thot vetë. Ramën me Gledian Latjen, Ramën Elbasan për Formula 1, Elbasanin në artën e Europiane. Mjep të lutem, për shumë, ma e pak 11 si fillim.